Selamu alaikum, rahmatullahi, jemi në zyrën e Muftinisë Tiranë, elhamdulillah. Dohën bashkë me hoxhën, me arkitektin Olcin, Allahu ja shpërbleft. Vitin e shkuar, hodhëm si ide që të kemi një informacion detajuar për çdo xhami, të bëjmë një dosje me database, për gjithçka që ka të bëjë me vakufin e asaj xhamie, edhe që ka të bëjë me frekuentimin e xhamisë, me nevojat, me problematikat, që të dimë me detaj ku jemi neve sot. Elhamdulillah, vllai e ka sjell, Allahu ja shpërbleft, ka punuar me goxha për kushtim, Allahu e nderoft. Edhe xhamitë e Tiranës, Muftinia Tiranë, është një projekt i ri inovacion që neve e fusim dhe jemi shumë të kënaqur që ja kemi arritur rezultati. Këtu është harta e Tiranës me gjithë xhamitë, ka linkun që i kemi neve në sistem dhe mund shtypësh linkun, mund klikosh, shkon ke xhamia edhe gjen informacionin për çdo gjë. Ja ku janë dosjet përkatëse për çdo xhami, 112 ose 13 xhami të Tiranës, të gjitha kanë dosjen vetë. Kjo është dosja e xhamive të Tiranës. Elhamdulillah, Allahu ka shpërbleft, Allahu të nderoj për gjithçka, është një punë që e ka bërë dhe vullnetare, Allahu ja shpërbleft për Zotin. Edhe themi që neve identifikojmë problematikat që t'i vim në kohë reale, inshallah, sipas mundësive t'i shërojmë problematikat, qoftë me restaurimet ose me mungesat që kanë xhamitë, por gjithashtu me plotësimin e stafit, por gjithashtu me kurset, me mësimet, numrin e besimtarëve sa fale, sa s'fale. Dhe kjo është më tepër që edhe neve të vlerësojmë punën tonë, pra neve vetë të shohim mas një viti, mas 2 vjetësh ku jemi. A kemi bërë diçka në raport me këtë xhamia? Edhe i kërkojmë llogari vetes tonë, inshallah, e lut Allahun që të na japë mbarësi edhe sukses. Zoti ju nderoft edhe Zoti na përdort për ide të bukura. Allahu ta shpërblet Allah. Për Zotin.